Emërohet trajneri i ri i ekipit të Lushnjës, Artan Bano, i cili ka qenë një nga ish futbollistët më të mirë dhe ish trajneri i ekipit të Lushnjës. Trajneri Bano foli për gjendjen e vështirë në të cilin ndodhet ekipi, që mori përsipër ta drejtojë pasi rrezikon rënja në kategorinë e dytë. Ai e vendos besimin tek lojtarët që janë të talentuar, por 2-3 prurje cilësore janë të nevojshme, tha ai. Sot fillojmë një punë të re për 2026-ën. E dim që është një punë shumë e vështirë dhe për gjendjen që ka ekipi, gjendjen aktuale në pikë. Kështu që do mundohemi që të bëjmë një punë shumë të mirë edhe patjetër pse jo të kemi rezultate pozitive. Kështu që mendoj që duke pasur parasysh të djemtë që janë me goxha kualitet, mendoj që do bëjmë një punë shumë të mirë, edhe pse nuk kemi pikët që na duhen për 16 apo 17 ndeshjet e para që kemi bërë, por këtij ekipi i mungojnë vetëm pikët dhe nuk i mungon performanca. Kështu që do mundohemi me SSB që të bëjmë një ekip profesionist edhe të mundohemi të luajmë futboll për të fituar. Sport Klub Lushnja ka djemë shumë të mirë, ka djemë talentuar, ka aftësi individuale shumë të mira, por ka pasur disa probleme, ndoshta ndonjëherë që futbolli do të ndeshkon. Mund të luash 90 minuta shumë mirë, po për 20 apo 30 sekonda desekulibrohesh edhe pson gol. Kështu që na del një punë vështirë shumë përpara për të punuar me futbollistët edhe për të arritur qëllimin që kemi. Si do të arrish qëllimin? Njërë në radhë parë qëndrimin në këtë kategori që kemi dhe të arrisim ekipin nga ana cilësore në çdo moment. Kështu që do të merremi me faktin që kemi. Absolutisht që ekipi është pa diskutueshëm që i duhen 2 deri në 3 përforcime, nuk është problemi për Lushnjën, për çdo ekip, edhe ekipet e mëdha kanë domosdoshmëri prurjet e reja. Bano theksoi se këtë rikthim të një lushnjari në ekipin e Lushnjës e ndjeu detyrim ndaj tifozërisë lushnjare dhe është i sigurt që do të arrijë rezultatet e pritura nga publiku i mrekullueshëm që e ka shoqëruar gjithmonë skuadrën e zemrës. Padyshim, unë ndjej detyrim të punoj për qytetin tim, duke pasur parasysh që kjo është një qytet që jeton me futbollin dhe ndoshta rikthimi im ka qenë edhe ndoshta dhe i detyruar, ndoshta dhe nga publiku, ma kanë kërkuar me SSB që unë të rikthehem edhe t'i kthej po atë ndjenjë dashurie që kanë futbollin, por jemi ne ata që duhet të punojmë shumë edhe qofse ne duhet të punojmë dhe do të kemi rezultate pozitive patjetër. Gjithmonë puna jonë varet nga publiku që vjen. Do të arrijnë këto rezultate pozitive? Absolutisht po, unë jam i bindur, patjetër do të kemi kohë. Edhe pse është e shkurtër që me 2-3 futbollistë që kemi planifikuar gjithë bashkë, cilësor ne ta motorizojmë ekipin dhe ta harmonizojmë për këto 4 apo 5 muaj.